Dhe do të flasim për atë që përmenda paraprakisht, do të flasim për ankthin dhe si mund të largohemi nga ankthi e të vinë deri tek vetbesimi, si mund të vinë deri tek ajo qetësia shpirtërore që shpesh duke marrë parasysh edhe rrethonat që është bërë një jetë goxha më stresuese, me ankth, me depresion, njerëz që i ndëgjon realisht goxha shumë të ankohen për to. Si mund dalim nga këto përmes meditimit, përmes gjërave të tjera, do të flasim me Blerim Hakaj, i cili është edhe hipnoterapeut, por edhe autor i librit Formula e Lirisë, një libër që sipas Blerimit dhe atyre që e kanë lexuar, pra ndihmon goxha shumë për të larguar nga ankthi, për të shtruar plotësisht nga ankthi. Blerim, faleminderit që je këtu sot e dita e re. Si është e imja, faleminderit për ftesën. Po, Blerim, nisim pra me këtë cili ndi realisht ideja për hipnoterapi të merrshme të dhe pastaj edhe tek libret e këto tjera. Ideja për hipnoterapi lindi kur kisha vazhdu një kohë gjatë me zhvillime personale. Isha duke lexuar libra të ndryshme, isha jetur për dituri. Pavarësisht se kam qenë shumë nxënës i dobët në shkollë, nuk më ka dashur atë procesin arsimor, po eventualisht e pava se jam i jetur shumë për dituri, po në të njëjtën kohë kjo ide lindi që të lexoj për shkak vajzës time të madhes. Më mungon dete i mase dhe e kuptova si koha ka kalon shumë shpejt. Edhe nuk më imagjinoja që të rritet ajo pa pas babën prezent. Tani, ky lloj mendimi ishte për shkak edhe nanës time edhe gruas time, se nana ime një periudhë ngjashme ka përjetuar me babën vetin, në emigrim baba, është rrit pa babë, ai duke punu, kjo me nanën me vllaznin. Njëjtën gjë ka përjetuar edhe gruaja ime, babën në emigrim e rrit në pa babë, vetëm me mungesën e babës gjithmonë, dhe ky koncept mundoi shumë shpirtnisht kur e fillova duke mendu, thash si të rritet edhe vajza ime pa pas kur babën prezent, pa pas një model të burrit të mirë, të fortë, dashun, e të sigurt në jetën e saj. Edhe aty pastaj fillova me lexu libra të ndryshme, filozofike, psikologjike, zhvillime personale e kështu me radhë. Po, dhe shumë njerëz shpesh Blerim e kanë ngatru po flas hipnoterapin me show televiziv, me magji, me gjëra të tjera. Si e shpjegon ju pra shkencërisht çka mund të kuptojnë njerëz me hipnoterapi? Hipnoterapia është një fazë mendore me përsëritje krijohet bindje. Tani për shembull ambienti është i mirë, këtu i qetë, mund ta lëshojmë një muzikë shumë qetë, ku unë komunikoj me ty, po ti nuk je plotësisht e vetëdijshme, unë mund të komunikoj me subkonsciencën ta. Domethënë aty ku janë kujtimet, aty ku është dituria pafundme që mund ta ndryshojmë konceptin për veten e për botën. Me kriju një bindje të re, një pikpamje të re për jetën, për botën. Ajo që na prezantohet apo na u ka prezantuar në për filma apo në për televizione, ka qenë një lloj manipulimi, ajo farë ora që e marrin kështu. Po edhe ajo është proces që e sjell klientin në një fazë të mendorit qetë, ku mundesh me depërtu të subkonscienca dhe të bësh atë ndryshimin që klienti ka për qëllim caktuar. Po, dhe cilat janë teknikat që ju i përdorni Blerim gjatë seancave, apo si ndryshojnë nga psikologjia terapeutike? Unë nuk jam i zakonshëm kuptimin e fjalës si hipnoterapist apo psikolog. Unë kam një kombinim i jashtëzakonshëm, e quaj. Pse? Sepse kur unë e kam një klient përballë meje, unë mundohem në këndvështrime të ndryshme me kuptu nivelin e vetdijes së individit, dhe nëse nuk kupton kuptimi i fjalës në anën teologjike, nuk e kupton, atë i qasëm me anën hipnotike, nëse shoh se nuk mundet me ra në atë gjendjen hipnotike trans, mundohem në aspektin psikologjik, në të njëjtën kohë filozofik, shkencor, edhe popullor, që ta zgjoj vetdijen e individit. E kur zgjohet nga gjitha këto këndvështrime, është sikur një formulë matematikore, që deri me dje nuk e ke ditë, ke mendu se 10 bojnë 5 plus 5 bojnë 10. Tash mundesh ka edhe rrugë ndryshme për me shku të 10. E zgjohet vetdia këto individëve.
sepse procesi është i pavetëdijshëm që mendojnë apo që e shkaktojnë problemin. Se di, Po thu që pra shpesh njerëz ndihen si pas zgjidhje, edhe kur i ofron hipnoterapin, shohin që nuk është vetëm pas zgjidhje, ka zgjidhje për çdo. Absolut, gjithçka. Është janë bindjet tona që formojnë realitetin tonë të jetës. Po. Dhe ato bindje thyhen me qasje të ndryshme, për shembull sigur e bëj unë psikologji, hipnoz, filozofi, shkencë, në gjuhën popullore e kështu me radhë. Është e pamundshme, domethënë mos me kuptu këtë farë këndvështrimi që të zgjohesh se ti nuk je viktim e jetës tate, ti je krijuesi i saj. Sepse njeriu bëhet ai se çfarë mendon shumicën e kohës. Dhe kur ti vetëdijsohesh se çfarë po mendon, atëherë ti thua, hey, priti herë, ti jem sa më i vetëdijshëm dhe të ngeli roje unë në mendjen time se çfarë po hyn këtu. Dhe pastaj, sipas mënyrës se si mendon, ti edhe vepron. Se mendimi zgjon ndjenjat veprat, rezultatet. Po se shpesh është dëgjuar pra kjo që po i kontrollon jeta njerëz dhe jo njerëz jetën. Është një teori që e kam dëgjuar shpesh. Është më se e vërtet kjo. Janë shumë të angazhuar në procesin e jetës, këtë jetën dinamike, sa që e ceke më herët meditimin, askush nuk merr kohë për veten e vet. Po sa të zgjohen me mëngjes në telefon me kështu ai ka shkuar dikush a më bë asnjë proces, asnjë gjë për veten e vet nuk bojnë. Pastaj çuditën sepse janë në atë harkin në psikologji që quhet harki vicioz, që nuk mund të dalin prej tij, se sa po shkojnë me fjet, e prekin pauzë mendimet dhe kur zgjohen veç e prek play. Domethënë 95% të mendimeve që i ka menduar sot i mendon edhe nesër. Edhe kështu vazhdon ai proces. Pastaj që 10 vjet e kam këtë problem. Jo, koha nuk ekziston. Koha është një koncept i krijuar nga njerëzit, por ti je personi i njëjtë me mendimet e njëjta dhe prandaj e ka qenë këtë proces apo këtë problem 10 vjeçar. Se ti nuk ke ndryshuar, ti mendimet i ke të njëjtat. Dhe pa ndryshuar mendimet, ti nuk mund të ndryshosh. Po, dhe sa kohë realisht i duhet birim personave që vinë tek ju për një rezultat konkret, për me pa që janë liru prej atyre ankthit dhe problemeve të tjera që i kanë? Kom raste më të ndryshme, me qindra raste, bile disa i kom ceka dhe në libër ku nuk kanë pas nevojë më shumë se një seancë. Rastet, për shembull rastin, një rast 15 vjeçar që ka jetu me ankth, me medikamente, me hipnoza, me seanca psikologjike, kështu me radhë, me një seancë, ju ka zgju vetëdia, e ka kuptu se unë e qenë nga krijuesi i jetës time, e jo viktime saj. Dhe nga të duhet ju zgju njeriu dhe vazhdoj procesin e jetës. Po a është e përshtatshme, e rekomandueshme hipnoterapia për gjitha, apo ka raste edhe kur nuk e rekomandon? Do një rast që të ka raste që nuk ja kishe rekomandu me bëhe hipnoterapi? Hipnoterapia është e rekomandueshme për gjithë, se hipnoterapia është edhe shkencore. Që aftësia e hipnoterapistit, sikur e ceka më herët me komuniku direkt me subkonsciencën, po kjo është e ngjashme se çka bojnë edhe televizionet, edhe reklamat, edhe mediat e mëdha. E vazhdimisht e përdorin hipnozën, pavarësisht se sa jemi ne të vetëdijshëm. Se përsëritja bëhet vetë hipnotizohesh. Është e rekomandueshme për gjithë, sepse ka treguar rezultate të jashtëzakonshme. Dhe cilat janë, deri mund të them kështu, shqetësimet më të mëdha që vijnë ose që keni nga klientët e juaj? Flasin këtu për ankthin, për fobit, për... Janë më të ndryshme, kanë frika që sikur janë të sëmurë. Pavarësisht të shkojnë i bojnë gjitha analizat, ju dalë gjithçka në rregull, por ata prapë mendojnë sikur janë të sëmurë. Kanë marrje mendsh, kanë rrahje të zemrës të shumta, kanë panikatake, kanë probleme më të ndryshme ta quajmë. Sepse vetë ankthi, fjala ankth do të thotë mendim imagjinar, që je duke kriju një lloj skenari në kokën tate,
po fatkeqësisht nga mos kuptimi, ti po e aktivizon subkonsciencën tënde, mi dhon sinjal, me manipulu me një fjalë sistemin ton nervor. Dhe sistemi nervor nuk din me bo realitetin e kohës, a do ndodhi apo është duke ndodhë, dhe prandaj reagon. Sepse jetojnë mendjen imagjinore, nuk janë prezent me mendime. Aty ku janë fizikisht. Sa ndikon kjo, realisht, sepse jeta e përditshme Blerim është bërë goxha dinamike, goxha stresuese. Dhe si mund t'i shmangën realisht tyre? Se vetë ti përfshihesh në këto dinamika. Si mund me mi u shmangë? Po sigurisht se e ka ma herët, në mëngjes kur zgjohen direkt në telefon. Është një problem shumë i madh sot telefoni. Sepse të paktën një orë kalojnë njerëzit në telefon sot. Është me pakta. E çka do më thonë kjo? Disa shembuj. Fjala e popullit thotë syni të rren. Në psikologji është kur ti shikon telefon, nëpërmes syrit komunikon me subkonsciencën, edhe në këtë mënyrë dhe hipnotizohesh me besu, por edhe me krahasu. Kur ti e krahason veten, shi Blerimi sa mirë ka jetën, o dal atje, o dal kjo, ndoshta Blerimi nuk e ka jetën hiç mirë. Po thjesht o dal me shoqëni, apo dal me familje, o ka hani drek, apo një darkë, ka postu në rrjetet sociale, edhe ti e krahason. Dhe kur e krahason veten ti e ka shkatron veten. Se me padash me të krahasu, të kish krahasu i modhe i Zot. Prandaj dhe ka kriju njeriu të veçantë. Të veçantë, tash nuk e di sa e kuptoni, po çdo njeri, as dy fjolla bore nuk janë të njëjtat. E kështu që as njeriu nuk është i njëjtë. Udhëtimi jot është i veçantë në këtë jetë. E kështu që ti nuk bën me krahasu veten me të tjerët. E ky është një ndër problemet të shumta që njerëzit ngelin viktim fatkeqësisht e kësaj jetës dinamike, duke scroll kur shkojnë punë në autobus apo në kerr, në punë në pushime, duke bo scroll, pa kuptu fare se sa efekto ka kjo. Pastaj këto valët ultraviolete të telefonit e manipulojnë mendjen, do më thonë subkonsciencën, me mendu si kur je në rrezë diellit. Dhe automatikisht subkonscienca aktivizohet për me prodhu një lloj kemikali që quhet melatonin, duket me mbrojt lëkurën, me mbrojt trupin nga rrezet e diellit. Po në fakt ti e ka mashtron trupin, e o ka prodhon një kemikal që nuk është kaj nevojitet. E syri është organi që konsumon mbi 70% të energjisë trupit. Pastaj çuditësh pse ki marrë mendje, pse nuk je ka ndjesh mirë, e ke pa një video, çfarë do qoftë ajo, tash të marrim shembull, e ke pa një video në çfarë po ndodh në Gaza, fëmija duke u vrarë, duke u prej, vetëm ai që s'ka shpirt fort, se automatikisht të dvret. Bile psikologjia islame thotë e është e bazuar në këtë farë në 5 shisat, se ndikohet zemra. E duhet me pas kujdes çka po shet, çka po dëgjone, çka po preke, çka po nuhate, çka po ushqene, se ndikohet zemra. Pastaj kur ndikohet zemra, çka ndodh aty? Destabilizimi, disharmonimi. E kur ndodh disharmonimi, je i shkputun, mendimet i ki shumë të brishta, e në zemër je ka ndjehesh, e ndjen dhimbjen, kështu që nuk je e humbat balancin. E këto janë disa faktorë që njerëzit kanë ngel viktim e kësaj jetës dinamike, pa reflektuar mbi jetën e vet se çka kanë bërë. Nuk kanë asnjë lloj discipline apo rutine ditore për veten e tyre. Po, dhe pikërisht kjo Blerim ti po thua që me reduktu rrjetet sociale po është e pashmangshme. Se më thonë që edhe komunikimi me familjarë, dhe mos kur janë largë, është bërë pjesë e tyre. Ke parë që flasin me orë të tëra në telefon. Është bërë qoftë edhe për informacione, qoftë për çka do tjetër. Qysh me u largu kësaj përderisa janë pjesë e përditshme e jetës tonë? Unë kam një telefon. Po zakonisht unë e përdori për punë. Për mua është biznes, telefoni. Edhe ai që e kupton, prandaj është telefoni, është biznes. Tash një individ, ta quajmë në për ato fshatrat e Deçanit, ndoshta që janë as 3 shtëpi, marrim shembull. Është një djalë i ri apo një vajzë e re dhe ka një mendim imagjinar, me kriju diçka, me bo diçka.
edhe atë dhunti fillon edhe poston e për rrjetet sociale. Tash nuk ki nevojë më shku në Gjermani, në Zvicër, në Francë, në Amerikë, ku do të qoftë. Pse? Se nëse ti e zhvillon një aftësi aty ku je, pavarësisht ku je, do vinë do të gjërnë aty ku je. Se disa pat kuptim kjo. E kështu që duhet të përdoret për qëllim caktum, e jo me humb kohën to. Se prandaj njerëzit nuk din mi vlerësu dy gjërat që kanë vlerën më të madhe në jetën e tyre, janë koha dhe shëndeti. Kur e kanë kohën, hajt, pa kur farë mendimi se po kalon koha. Kur e kanë shëndetin, hajnë e pinë gjithçka, pastaj çuditën jo pse u smuva, jo prej të herë, se nuk i vlerësove këto dy gjëra më të rëndësishme të jetës tate, dhe tani po ankohesh se nuk jo mirë, jo prej të herë. Po, Derim, e përmendë pra një temë goxha interesante, të që kanë pasur raste që kanë ardhur, kanë menduar që janë të sëmur, dhe realisht nuk kanë qenë, këto analizat krejt okej, edhe nuk kanë qenë. Pra kanë qenë probleme që janë ndjerë të lodhur pra për shkak të mendimeve të tepërta. Absolut. A kuptoj drejt? Po. Dhe ke pasur raste të tilla apo jo? Po. Tash ti marrim shembull kur shkon me fjet, nëse o ka të brengos diçka, ti nuk mundesh as me fjet. Se ti nuk je vetëdijshme, kuptimi i fjalës që ti e ki mundësin, ta ka mundësu i madhe i Zot, me vetëdije, me ndryshu kahjen e të menduarit. Me vetëdije. Dhe kur ti nuk e bën atë, subkonscienca asaj nuk intereson kush je pikajt je. Qatë sekond që ti mendon diçka dhe fillon mendje, ajo futet funksion me dhon gjëra sa më të ngjajshme rreth çatij mendimi që ty o ka të preokupon, apo o ka të shqetëson, apo mundon. Dhe automatikisht, për shembull, ta marr një shembull konkret. Po. Më kujtohet një pjesë jetës kur jetoja në Londër. Isha duke prit me shku në supermarket, kalon një autobus, e kisha supermarketin përballë shtëpisë. Me shku me marrë ca ushqime. Aty pranë kaloi shefi i lokalit ku unë shkojsha pisha me u arktojsha me shok, lozshim biljard edhe shikonim futboll. Po më thot mu, tha shko, në pa pije thana i birë dhe hena i kikirit. Edhe kjo fjala popullit tash që thonë, i djeg ati që ka mizën në kapuç. Tash mënyra se si unë isha duke unë dje, jo i mirë mjaftueshëm në vetën time. Dhe kur ai ma tha kët, unë nuk e morra tragjike. Shkova në market, i kreva ato punët e mia, shkova në banesë ku shkova, filloj duke më preokupu ky mendim, pse ma tha këto? Me çfarë mendimi ma tha? Aty u fut në funksion subkonscienca. Sa i intereson. Është inteligjencë neutrale. Dhe filloj me më thonë mu sa më shumë gjërat të ngjashme, ta ka bo për të ligë. Ti nuk je i hishëm, ti je budall, ti s'ki qa me bu me jetën tonë. Prandaj tha ty, shko aty, jo më qupe aty, jo më shku në lokal, thash hade i herështu. Tha fol, thash me çfarë qëllimi më the ato. Me atë agresivitetin, me mendimin që shkova me bo fjalë. E kështu që në këtë farë mënyre, ngelim viktim e këtij lloj mendimi që nuk jemi të vetëdijshëm që mundem me neutralizu me vetëdije. Po. Dhe përveç kësaj e përmendë pra që sillen edhe probleme të tjera emocionale, rrjetet sociale, ky krahasimi, si ndikon Derim konkretisht? Jashtëzakonisht shumë. Se pra po kthena që fëmija sot, merri shembull fëmin, o shumë e thjesht. Tash kur i vëzhgoj fëmin e mi, tash në rastin tim unë nuk kam televizor në shtëpi. Sepse qashtu është jeta jem, qashtu kam qef me jetu me familjen time. Po kemi unë edhe shoqja i kemi telefonat. E ko pas kohë i marrin telefonat, ndoshta edhe pa na pyet neve fëmija. Shkojnë në shefën edhe i shikojnë ato, qa shikojnë ata. Tash unë e njoh fëmin tim edhe e vëzhgoj. E kuptoj a janë sjelljet e saj, a janë sjelljet e tij, apo janë sjelljet e kopjuara nga diçka që ka pa në rrjetet sociale. E kështu që në një farë mënyre, qatë shumë ka ndikim sa që
ti po programohesh me mendu, me vepru dhe me jetu një mënyrë të caktuar që ti nuk je vetja jote. Ti nuk është dëshira jote e të jetuarit. Dhe po manipulohesh. Tash kur ti e sheh për shembull, apo fëmia e sheh një akt të një fëmije duke shantazhu apo çfarë bëj unë prindin e vet, mendon fëmia si është okay, mja bëu dhe ajo prindit vet. Po. Birim, sa ka ndryshu nëse flasim për këto periudhën hipnoterapinë dhe kërkesat që vinë, sa ka ndryshu ndër vite kjo mes gjeneratave? Pra, cilat janë gjeneratat, problemet që i paraqesin gjeneratat e reja tash dhe atëherë? Cilat janë sfidat që përbanë? Po, tash këta mas, ta quj mas lufte. E kënej kanë më shumë ngarkesë psiqike dhe ndihen më të pavlefshëm. Mungesë vetbesim. Po, se kanë shumë krahasime në rrjetet sociale. Nëse dikush ka arrit diçka dhe e promovon rrjetet sociale, dëgjoj, nuk është rastësisht aty. Nuk është rastësisht aty. E ka një bagazh, njohurie dhe vujtje, fatkeqësie, sa që ti nuk mund ta imagjinosh. Tash, në rastin tim, për shembull, po ta tregoj në pika të shkurta historinë time, ty të vjen me qajt. Pse? Tash dikush thot, jo ti je i shtrejt, për seanca. Jo ti, ta quajmë ki jetën e mirë, ti e ka bose, po mërë për tjerë. Po në një farmoshe, unë kom jetu në për parqet e kryqyteteve të Evropës. Unë kom jetu në për shtëpia të braktisnë. Unë kom ngel me ditë të tëra pa hongër, pa pi. E kështu që e kom kuptu, eventualisht e kuptova si po deshka, si kur e ceka ma herët, atë dhimbën shpirtënore që e ka përjetu nona, gruaja, e nuk dojsha që ta përjeton as vajza ime, edhe u desht me bo diçka që ta nxjerri veten nga kjo situatë. E këtu është problemi tek ta të rinjt, shumica, që po mendojnë që mundesh me njëherë me mërri diçka. Sa realisht nëse flasim deri për në Kosovë, sa ka ndërgjegjësim për shëndetin mendor të njerëzve? Fare, shumë pak. Pse po thu? Shumë pak, pse se unë e kam në shoqëri aty njerëz që nuk e vlerësojnë këtë se çfarë bëj. Sepse nuk e kuptojnë fuqinë e saj. Po, dhe sa janë të gatshëm njerëz për me kërku ndihmë, po flas për këtë, ndihmë për shëndetin mendor, për me i largu. Nuk janë bash të gatshëm, sepse i mundon ky kompleksi, ky mendimi që i thashet thoma, se çfarë mendojnë për ne, çfarë mund të thojnë, çfarë se e shohin për shembull me shku te psikolog apo te hipnoterapist apo te dikush tjetër, e shohin sikur janë të smut, nuk janë në terezi me. Po. A nuk e kuptojnë ata se çdo udhëheqës e ka një këshilltar. Thot fjala e popullit, dora për dorë ka nevojë, lemo njeriu për njeri. Sot jemi demokraci, dhe nuk jemi më në ato familjet hierarkike ku problemi një individi ka qenë problemi komplet familjes apo fisit e fshatit. Sot je individ, problemi yt është i yti. Nëse ti nuk shohesh në kom, me largu mentalitetin e viktimës, e me bo përmirësime jetën tate, me ndryshu jetën, mos prit se vjen me të shpëtu dikush. Po. Fatkeqësisht është, sepse sigurisht se e ka dhe ti më jetë, është jeta shumë dinamike. Nuk mundem na munal, jo nuk mundem, tash, se i kemi hallet tona. Po. Jo që nuk dojmë ndihmu njëri tjetrit. Po këtu e shoh në Kosovë fatmirësisht ekziston akoma kjo ndjenja bamirësisë, se sa për shembull në shtetet ku kam jetuar, raste konkrete me bëmë të gjetë diçka në rrugë, që aty të kanë lënë desha janë ardhur organet kompetente, s'ka guxu kush me të prek, sepse i frigohen edhe shumë ligjit. E këtu në Kosovë shikoj që je brek rrugë, tu ka prish makina apo diçka ki nevojë, të asistojnë, të ndihmojnë, të ofrojnë ndihmë. A duhet kjo do ishte më e mirë, më shumë që të ketë. Po, a do duhej realisht lirim që të përfshihej teknika si hipnoterapia, për shembull edhe në institucionet shtetërore të shëndetit publik në këtë rast,
a duhet jenë më të pranishme realisht të teknika? Pa tjetër. Pa tjetër se po. Pa tjetër se po, sepse këto të ndihmojnë tash si pas nivelit të profesionistit, të asaj fushët të hipnoterapistit, aftësia ti më të bo një zbërthim të jashtëzakonshëm, sepse shumica njerëzve mendojnë se jeta buron nga jashtë. Po jo, në fakt ajo buron nga brenda jashtë. Se mënyra se si që je ka ndjesh në brendësin të atë, është jeta jote në përputhje me qato ndjesi. E ai hipnoterapist e ka të aftësi me zgju brendësin të atë, diçka që ti dëshiron më mirë, me kriju atë lloj pejsazhi, e atë lloj pejsazhi kur ti e vizualizon në detaje, për shembull gjatë hipnozës e shikon komplet e vizualizon sikur një film, atëherë çfarë ndodh këtu? Që ajo subkonscienca, që inteligjenca jonë e pafundme, ajo nuk din me bë dallimin, a ishte e vërtet apo thjesht imagjinare. Po. Dhe përveç kësaj, Vlerim ju ofron edhe programe online. Po. Pra, sa është kjo efektive? Krahas seancave fizike? Është jashtëzakonisht, sepse kur punon me një klient pak më gjatë dhe ka ambicie për me bërë diçka më shumë, natyrisht se efektet janë shumë më të mira, shumë më të mëdha. Po. Se ka këndvështrime të ndryshme. Përfshihet komplet një filozofi e tërë të funksionit si që një njerëzore. E ti e unë, për shembull, nëse kemi kryer një fakultet për një fushë të caktuar, ne dim se si me bo atë punë. Problemi është se ty edhe mu nuk na ka mësuar askush se si funksionojmë ne si që një njerëzore. Po. E në këtë farë mënyrë ne... Po, edhe Vlerim se e kom po edhe ka qarkulluar realisht edhe në rrjetet sociale ky libri Formula e Lirisë, e ke cilësuar si një çlirim nga ankthi. Është jashtëzakonisht i fuqishëm. Çka përfshihet në Formula e Lirisë? Këtu përfshihet parafarsisht këto çka i diskutuam. Shpjegohet për vetdijen, nën vetdijen, për hipnozën, vetë hipnozën, vetdisimin, se si mund të vetdisosh, ka teknikat të ndryshme në rastet të caktuar kur njerëzit janë me ankth, se si ti neutralizojnë ato pa pas nevojë me shku as të psikologi, as neuropsikiatri, as hipnoterapisti, as të medikamentet. Mund të neutralizojnë vetë? Absolut. Sepse, tash duhet me të dhonë edhe, shembull konkret, kur një njeri në kohë caktuar ka ankth, çka do me thonë kjo? Ai njeri nuk është i vetëdijshëm mu. Ai është i vetëdijshëm se çka ka mendon, por nuk është i vetëdijshëm që ai mundet me ndalat mendim e me shku dika tjetër. E kur është duke mendu në mendjen e tij imagjinare, aq gjallërisht ka e shikon se çfarë mund të ndodhi. Fatkeqësisht sistemi nervor nuk din me bë dallimin e kohës. Dhe e përjeton sikur është duke ndodhur. Dhe në këto momente teknikat për shembull marrin shembull si frymarrja. Kur shkon një gru me lind, e ka dhimbje jashtëzakonisht të mëdha, pse i thot për shembull mjeki, i thot, merr frymë thellë. Pse? Se kur merr frymë thellë, ulet kortizoli i stresit, ngadalsohen të rrahurat e zemrës dhe shkputesh nga mendja imagjinare e frikës të dhimbjes se çfarë do përjetosh hala më shumë. E para. E dyta, një kokër krypdetit, apo Himalajen, e fut në rgu, edhe e len me të shkrija ajo. Ajo fillon e bën një lidhje të re neuronësh, edhe të shkput nga mendimet tua imagjinare se, se çfarë po ndodh. Tjetra është ujtë e ftoftë. Ujtë e ftoftë? Ke venëre kur i bje dikujt fikt? Pse i gjujnë ujtë ftoftë? Për me këfill, pastaj me... Me këthy në vetë dije. Sa i person është i pa vetëdijshëm. Dhe ujtë e ftoftë e zgjon një instinkt njerëzor të mbijetesës, të shpëtimit. Edhe në momente kur ke ankth që nuk den funksionon me ujtë ftoftë? Pikrisht, në ato raste për shembull mundesh me shku dikun nëse je në punë apo mundesh me shku për shembull me lëshu ujtë e ftoftë jashtëzakonisht shumë, me la syt me gjujt shumë ujë syve, me la qafën e dur deri në bryla.
shumë herë edhe të ti shkputesh nga ato mendimet imagjinare, e thua, s'ko ka kohë qash tragjike që shë moron, u kfjela. S'po di... Po, shumë i qartë i ke shpjegu kështu tamam që besoj e kuptojnë edhe e shikuson në këto momente, se janë të pashmangshme. Në këtë farë qasje kom pas edhe fatmirësisht kom pas edhe sukses në punën që bëboj. Se edhe vetë psikologjia është psikokrijes, mendje, logo, shpirt. Nëse ti nuk mund të rezonosh me dikon mendërisht dhe shpirtnisht mja kuptu halin ti s'mundesh as me ndihmua. Mundon me do, shko me barnat. Po. Nuk është, për mu nuk është zgjidhja ajo. Po. Po është zgjidhje momentale, fatmirësisht që janë, sepse njerëzit në ato momente të caktuara ata kanë nevojë për ato medikamente. Se vetë nuk ka mundën, nuk e kanë aftësinë apo njohurinë me neutralizuar ato mendime imagjinare nga asaj frike, sikur po mendoj sikur janë të smutë. Medikamenti e zgjon superfarmacinë biologjike, krijon kemikale të caktuara me neutralizuar atë lloj problemi që e ke aktual. Kështu që fatmirësisht që i kemi, por nuk është zgjidhje afatgjate, është momentale medikamenti. Po, dhe për fund, Blerim, cilat janë planet tjera? Çka mund të presim nga Blerimi? Formulat tjera, si ky libri, Formula Liris, apo çka? Disa planet tjera për një libër tashëm e kam plan kismet, po tu pa tu bo. Çka do të përfshi? Tu pa tu bo. Du me lonë letë të shpaloset jeta, sepse për shembull konkret prej deçanit që erdha deri këtu, unë nuk e pash rrugën deri në Prishtinë. Unë e kisha një destinacion se ku më ardh, pavarësisht pengesave që kanë mujt me kohën gjatë rrugës. Edhe unë e kam një destinacion ku po synoj më shku, e gjatë udhëtimit të let në shpaloset vetë jeta se si më rrit të çaj destinacion. Dhe të ndërtoj edhe kujtesat bukura, se jeta është më ndërtu kujtesat bukura, ato në ngelin asgjë tjetër. Po, edhe përfarën në fund, Blerim, cila do të ishte ndoshta një nisje e duhur e ditës, domos për neve që zgjohemi herët kështu, edhe kemi shpesh goxha dinamike pastaj ditën. Cila do të ishte çka preferon ti që kishte qenë zgjidhja e duhur me nis ditën? Me meditim, me personalisht kur zgjohem është një lloj falënderimi, Zot faleminderit sa ti na lkofshim, fal që më mundsove muzu me këtë mëngjes. Pra ngru se fëmijëve të mi. E para, e dyta, shkallëve të poshtë, të frigoriferi, një lugë mjalt, vaj në fare zez, ja. Nga aty, qëndrojnë meditim, 10-18 minuta më varet, me pastru mendjen, me pas një qartësi ditore, se çka qysh si tek, dhe pastaj lexoj, pas leximit, bëj një publikim, o fjala nga aty pastaj, masi të shkojnë fëmija në shkollë, shkoj në fitness, e kaloj një orë, 2, edhe ky është mëngjesi. Do me thonë, investim në vetën tate, akoma pa u marrë me telefonin. Kuptimi i fjallë tash unë e kom profesion, masi të kry këtë proces, duhet me bënë i botim në i gjo. Se shpesh edhe na u ka bo dhe vest, kështu po thëmë, që veç hinë telefon, nuk e din që ka jetë... E ke ndërtu atë instinkt atë... Pikrisht. Blerim, falenderoj shumë. E që mirë është me meditim me fillu mëngjesin. Po. Falenderoj shumë për këtë intervistë dhe besoj që ka pas edhe këshilla të duhura. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ftesës ta. Faleminderit. Dhe të dashur shikues, me këtë intervistë përmbyllim edhe pjesën e dytë të emisionit ditari, do të shkëputemi pak minuta marketing